Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për aktualitetin në vend, teksa janë rinumëruar njësër votash, përmendim këtu qarkun e Firit, ku ka humbur mandatin Zeqine Çaushi dhe në vend të saj e ka fituar kandidati Abardo. Por gjithashtu do të flasim edhe mbi ngjarjet e tjera të politikës së këtij sezoni veror, ku vjen procesi ndaj Berishës në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Ndërkohë, disa ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump firmosi një urdhër ekzekutiv për Ballkanin Perëndimor, ku do të ndërmerren sanksione ndaj politikanëve, grupeve apo zyrtarëve të korruptuar që cënojnë demokracinë apo dhe interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Për të folur për gjitha këto dhe çështje të tjera, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Zaçe Islami. Zoti Islami, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndes juve, përshëndes dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Zoti Islami, një nga figurat më interesante të politikës që sapo u prezantua në këtë fushat elektorale ishte dhe Zeqine Çaushi, por për fat keq ajo ka humbur edhe mandatin në qarkun e Firit pas rinumërimit të votave. Si e shikoni këtë humbje, po themi të Partisë Socialiste, pavarësisht se mandati ka mbetur në radhët e socialistëve, por duke sigur do të kishte një personazh shumë interesant në parlamentin e ri. Ata e madhe shumë, që pas ka humbur mandatin Zeqinea, zonja Zeqine, shoqja e partisë, po s'ka problem. E zuri shoqja e saj, motër e saj, kolegja e saj, një lloj janë ata. Ata një lloj janë. Partia Socialiste, domethënë partia bolshevike e Tiranës, nuk ka humbur asnjë gjë. Në vend i ka gjëra. Por duhet të theksuar kjo tjetra që është që ne jemi, kur thonë Tiranësit, për të qarë me llahinka. Shqipëria është vendi më turp në botë sot. Vendi më i diskredituar, më i turpëruar, më i dhunuar, më i fyer, më i tallur, më i nëpërkëmbur se askush tjetër. Nga kush? Nga kjo kast e përshtirë politike që ka 82 vjet, 81 vjet po vjen tani, që tallen me shqiptarët, i nëpërkëmbin, i shkelin, i dhunojnë, i turpërojnë. Jemi vetë një vend në botë, jo në Ballkan, jo, që ne nuk bëjmë dot zgjedhje. Dhe kjo ndodh për arsye se të dy kuçedrat, PD-PS, bolshevikët e Tiranës, hahen si qënd, ndryshojnë ligjet si qënd, grinden, merren vesh si qënd, me për kodin zgjedhor, për mënyrën si do vjedhin, për mënyrën si do bëhen votimet, për mënyrën çfarë do bëjnë, për mjetet që do përdorin për të mbajtur pushtetin këto të dy banda kriminalësh, këto dy banda kriminalësh që mbajnë peng Shqipërinë, mbajnë peng popullin shqiptar, mbajnë peng ekonominë e Shqipërisë, që shesin interesat kombëtare, që shesin trullin kombëtar, që shesin gjithçka me përjashtim të mbathurave të tyre, ato i mbajnë se u duhen. Zoti Islami, shumë veta ju kritikojnë sa i përket qasjes që keni ndaj klasës politike, zgjedhjeve e tjera me radhë, por në fakt po t'i referohemi procesit të rinumërimit dhe asaj çfarë ka prodhuar 11 maj, rezulton se ju keni pasur të drejtë sa i përket këtij procesi, duke qenë se rinumërimi nxori komplet diçka tjetër nga ajo që reflektoi 11 maj. Nuk po themi në pjesën dërmuese, por po shohim personazhe si Zeqine Çaushi apo dhe të tjerë të cilët humbasin mandatin. Zotëri, unë sa po e thash, por po e theksoj prapë, po e ritheksoj dhe po e përsëris. Ne jemi turp i botës, i Ballkanit dhe i Evropës dhe i botës. Nuk ka shtet si neve që të bëj këto, që të ndodhin këto pislëqe të kësaj natyre dhe të mos mbihet, mos lëviz gjethja në Tiranë apo në Shqipëri. Ne zotëri, këto që i them sepse janë realiteti. Të gjitha ata zotërit apo zonjat që i kundërshtojnë këto që kanë thënë, i ftoj, ju hedh dorashkën, të debatojnë me mua kur të duan. Mund t'i lidhni paralel dhe të dalim në debat të më thonë ku kam gabuar unë, se ua tregoj unë ku kanë bërë
këtë shkretëtirë zgjedhore në Shqipëri me atë ligj zgjedhor që kanë ndryshuar sa herë që u do qefi këtyre. Si më duket këta zotërit apo zonjat që nuk janë dakord me mua, më pëlqen që ka njerëz që nuk janë dakord, sepse dua patjetër që të kemi dhe mendimin e kundërt, se kjo është demokracia, por të argumentojnë ato që thonë, sepse nuk bën vaki, nuk mund të ndodhë që në një vend të Evropës ose në një vend që aderon, që dëshiron të aderojnë në Evropën e Bashkuar, të bëhen palaçollëqe të tilla me kodin zgjedhor që ndryshon sa herë që nuk merren vesh dy bandat bolshevike të Shqipërisë. Pra, kemi të bëjmë me kacafytje të bishave për të ndarë prehën. Kjo është. Ne nuk kemi bërë ndonjë zgjedhje, ne kemi bërë vetëm votime, vazhdojmë të bëjmë votime, do vazhdojmë të bëjmë votime, sepse këtë kohë kemi neve. Këta meritojmë. Pse meritojmë këta? Meritojmë këta se këtyre studhimi gjeneve, çfarëdo që të bëjmë këta me jemi Amin Hoxhë. Plus që ka ikur klasa shtetësa më vitale e këtij vendi, e këtij shteti, ka ikur, është arratisur, e kanë përzënë në marrëveshje në unison që të dy palët bolshevik të Tiranës, dhe nuk ka, me këtë klasë politike kam thënë dhe them që nuk ka demokraci, nuk ka liri në Shqipëri. I ftoj, po e përsëris, i ftoj Yvette Dorashkën, të gjithë atyre qytetarëve shqiptarë, duke i respektuar maksimalisht, dhe këtë e them me seriozitetin më të madh, i respektoj kur më vën përpara fakte dhe prova të cilat vërtetojnë që unë kam gabuar. Nuk flas për patronazhistët që fillojnë në shajnë, nuk i llogaris fare patronazhistët, sepse ata paguhen që të bëjnë zhurmusin dhe të mbrojnë të keqen, të mbrojnë ligësinë, të mbrojnë fëllëqësinë. Janë 80 ditë që po e mbrojnë këtë fëllëqësi që ka zartuar Shqipëri, këtë kërm të ngordhur që kundërbon gjithë Evropën dhe gjithë botën. Ndërkohë nga ana tjetër, opozita po mundohet në OSBE, në Asamblenë Parlamentare të OSBE-s, duke denoncuar krimet zgjedhore, siç i quan ajo, dhe duke e cilësuar Shqipërinë si një narkoshtet, dhe vetë Berisha ka folur në vetë të parë ditën e djeshme dhe ditën e sotme atje. Ju si e shikoni këtë fushat të Partisë Demokratike dhe të opozitës në përgjithësi, duke denoncuar krimet zgjedhore? A mendoni se ka seriozisht apo është thjesht për spektakël, duke qenë se ajo është edhe një nga aktorët kryesore që ka bërë vetë kodin zgjedhor? Jo, do të tregoj një ngjarje, do më falësh, po kam qenë në klasë të tretë, fëmijë. Më thot mësuesi i klasës, i ndjeri Qani Bishga se ka ndruar jetë, më thot ditë, aty thot ulluat e të tavolina ime dhe mbaj shënim thot të gjithë ata që kanë bërë zhurmë. Unë me qiltërsinë dhe me seriozitetin e një fëmije 8 vjeç, vajta ulla në tavolinë dhe në moment që mësuesi iku doli jashtë, ai doli ndoshta për të pirë një cigare, po doli jashtë dhe unë shënova një 4-5 emra atje që bënin muhabet me njëri tjetrin dhe bënin zhurmë. Kur erdhi brenda në klasë mësuesi më tha, urdhoj, thash, ja ku kam të shkuar. Tani më tha, vur veten tënde të parin aty. Me këtë shembull besoj se e ilustrova në mënyrë më perfekte të mundshme se kush dhe pse ankohet. Akoma, kanë turp këta, po mirë neve që na gënjejnë kështu se turp bagtish jemi. Po dhe evropianët do gënjejnë Sali Berisha, akoma Sali Berisha, akoma vazhdon të gënjej, po mirë më shoku Sali Berisha. Pse pate pa fytyrësi dhe pa turpsi dhe vajte ndryshove kodin zgjedhor në vitin 2008 bërem amendamente? Si mendove? Mendove se do të hedhje Edi Ramës ti? Mendove se do të hedhje partisë që të nxori në krye, partisë që të mbajti në gjirin e saj që nga 1974 deri në 90-ën që dhe ti që ke ikur, par fakt s'ke ikur, je pa i komunist që ke qenë. Jo mërë zotëri, jo zoti gazetar, jo, nuk është kështu. Sali Berisha mundohet të shpëtoj, të kapet si mbytur për flokësh. Nuk ka nga janë banë. Sali Berisha është figurë e djegur, letër e djegur. Kur ta kuptojnë këtë demokratët, ka mbaruar çdo gjë.
se ata nuk duan ta kuptojnë, se nuk e kuptojnë. Ka shumë demokrat, njerëz të ndershëm që e kuptojnë që s'kemi ata. Më kishte kërkuar votën një demokrat, një djalë shkëlqyer Tropojan, inxhinier. Djalë me të vërtetë me personalitet. Dhe kur u bën voti me dhe më mbrapa, pas akosh e kisha shumë muhabet me të, më thot mua votove, thot, jo, i thash nuk votova, po më kishe dhe në lafi, tha. I thash dëgjoj zotëri, nuk jam nga ta që jep fjalën dhe e hau, por nëse të kujtohet kam thënë kështu, i thash, sa kohë që të keni Sali Berishën në krye, unë nuk shkoj të votoj për asnjë. Dhe praktikisht atë parti po ekzekuton me vdekje Sali Berisha për të shpëtuar veten dhe krimet që ka bërë. Sali Berishës unë ja kam hedhur dorë ashtu disa herë dhe nga kanalet tjera dhe i kam thënë, po je burr përballu, mos shko në drejtësi fare, do bëu të pamundur, do të shpëtoj nga spaku nga këto. Hajde mirë mua llogari, përgjigje për ca gjëra, ca veprime që ke kryer që janë të dokumentuara, janë me prova. Siç e shikoni zotëri, këtu drejtësia nuk merret me Shqipërinë. Dhe politika, kjo klasë qelbur politike, kjo kërë me qelbur, kjo që u tërbon gjithë globin, nuk merret me problemin e Shqipërisë. Merren me kush do marrë, kush do haj, kush do fitojë, kush do iki. Merren me mandatin e Zegjines, proverbiale Zegjinea. Të më falë e zonjë se nuk e njoh, nga mediat e kam parë dhe kam dëgjuar, nuk kam ndonjë pretendim për të, por shtur më të merret gjithë Shqipëria me një merret me mandatin e Zegjines, të merret me pislloqet e Sali Berishës akoma. Kaq i aftë që ka ky Sali Berisha sa kur të vdes ky do përmbyshet Shqipëria? Ku dallon ky nga Enver Hoxha dhe të më thonë, ku dallon nga Enver Hoxha? Ka 34 vjet që është në pushtet Sali Berisha, qoftë pozit, qoftë opozit. Është në pushtet zotëri. Ai përpiqet të largojë Edi Ramën. Po këtë vërë. Pse Edi Rama ja ka fajin Sali Berishës? Jo mor zotëri, jo. Sali Berisha ka bërë marrëveshje në 2008-ën që ndryshuan, bën ndryshimet kushtetuese me Vali Leskën edhe me Partinë Socialiste që drejtonte atëherë që ishin deputetë socialistë. E ndryshoi kodin zgjedhor. Dhe ndryshojnë ditë për ditë dhe e bëjnë si u do qefi atyre. S'kan e kupton që kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me atë që vetë vate beu në martallosta, vate hua erdillos, vetë shkruan, vetë vulos. Këta vetë shkruajnë, vetë vulosin. Këpyestin. Këta arritën deri aty sa të ndalojnë referendumet. Si e duan fytyrën e diktaturës klasë, si kuptoj unë? Unë si kuptoj këtë quajnë këta diktaturë dhe këtë quajnë demokraci. Të ndalosh referendumin, po se vetë me drejt që ka qytetari shqiptar, edhe qytetari në gjithë botën që bëjnë referendume për çështjet madhore. Këta ndaluan referendumin me urdhë të Serbisë, zotëri, me urdhë Beogradit, se po të bëj referendum, do kërkojë automatikisht bashkimin me Kosovën. Dhe këta pikërisht këtë ndaluan, dhe nuk kanë bërë shqiptarëve që të dalin. Pra kemi të bëjmë me bandit, me kriminal, me hajdut, me zagar, me zuzar, me plehrat e plehrave të globit. Këta janë klasa politike shqiptare. Zoti Islami, si mendoni pse Berisha nuk u paraqit në seancën e parë ndaj tij sa i përket procesit të privatizimit të Sport Klub Partizanit, pavarësisht se e ka dhënë arsyet se nuk kishte marrë fletëthirrjen. A ka frikë nga drejtësia dhe që të përballet burrërisht përballë provave atje, apo janë thjesht manovra politike që kërkon të bëj për momentin? Nuk kërkohet burrëri te pa burrëria. Sali Berisha nuk është burr. Sali Berisha është një frekacak. Sali Berisha vdes nga frika, nuk ka kurajo që të dalë të përballet me drejtësinë. Pa i ka rrëzuar diktaturën. Kush e rrëzoi? Berisha, të paktën kështu pretendon. T'ja bëjmë qik 2 minuta analizë saj. Do kalojmë tek ajo sepse sot është edhe 35 vjetori i 2 korrikut të ambasadave, por të shqyrtojmë pjesën e përballjes së Berishës me drejtësinë. Është prekacak, zotëri. Është burrec. Ta dëgjoj mirë. Është burrec. Nuk është burr. Ka mbledhur rreth vetes sa zagarat e ca kllouna, ca legend që i thon Amino Hoxhi sepse han në kurrështia.
duke mbrojtur nga ai, edhe dele bën broshkulla ditë për ditë, bla 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 si ajo mos të në laftan. Zoti Islami, sot shënohet 35 vjetori i hyrjes në ambasada, pra i shkallëmimit të thonjë ata ambasadave nga shqiptarët, duke kërkuar një jetë më të mirë jashtë vendit, duke qenë se diktatura ishte duke rënë dhe ishte në gramat e fundit në vitin 1990. Ju si e shikoni ku gjendet sot Shqipëria pas 35 vitesh ku ende shqiptarët kërkojnë të ikin nga ky vend? Në radhë të parë, thatë një fjalë shumë të gabuar, më parë që thatë shkallëmuar diktaturën studentët, jo zotëri. Jo, ishte ideja që shkallmuan dyert ambasadave në kërkim të një jete të re. Po, studentët po të ishin ata burra, e bënin atë që bën që në 80-81 që kur u qëruan Verhoza. Po studentët zotëri urdhëruan që të bënin gjë të tillë, urdhëruan ambasadat njerëz të hapnin dyert. Kush i urdhëroi? Dhe nuk u ta bënin kur djemtë dhe vajzat e partisë me biografi të mirë në universitet, se të përndekur i politikë s'qen asnjë në universitet. Atëherë s'qen këta komunistë që do vrisin veten të bënin protestë? Jo zotëri, të mos gënjejnë dhe të vi turp të tërë ato i thonë, jemi studentët e dhjetorit. Ju ishit studentët e dhjetorit me biografi të mirë. Ju ishit studentët e dhjetorit të përkëdhelurit e partisë. Ju ishit studentët e dhjetorit që partia u dha të drejtën e studimit që të tjerët nuk i lini të vazhdojnë as gjimnazin, as shkollën e mesme nuk i lini të përndjekurit politik të protestojnë të kërkonin diçka. Jo më do bënin protest studentët, turptuvi që gënjejnë, turptuvi që gjithë atyre që pretendojnë se jemi studentët e dhjetorit, mbase kanë penetruar 10-15-100 student me biografi të keqe, me mundësia ndaj këtej, me miqe, me shokë dhe mbase universitet. Por në 99% të studentëve qenë me partinë e punës, dhe ata nuk do ngreshin kur që të rëzonin partinë e punës. Pra sipas jush nuk ka student të dhjetorit? Absolutisht jo, janë të tërë të komanduar dhe të urdhëruar, dilin tani se nuk u prek njeri, s'u thot njeri gjë, dhe dolin në protest, studentët. Ndërsa diktaturën nuk e rëzuan studentët. Diktaturën e rëzuam ne që hym në ambasadën korrikte të vitit 90. Pikërisht për atë po flasim për dy korrikun e vitit 1990 që ju thatë që ambasadat morën urdhër që të hapen. Kush e tha këtë urdhër? Dhe i lanë dyert hapur, i lanë dyert hapur. Morën urdhër nga Amerika, po ta them unë, si sekret. Morën urdhër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës hapni dyert. Mirë që i hapën, po bëni dhe atje kur hapën ambasadat të zhvrar ata lenja. Ai ishte dëshmori pari i demokracisë dhe askush nuk flet për të. Nuk flasën palacot e Partisë Demokratike, sepse ishte nga klasat e përndjekura, ishte i përndjekur politik. Dhe na ngrën, na bëjnë heroj ata që ishin bashkëpunëtorë të sigurimit të shtetit, me pseudonime Kotheria, ku diun ç'kishin. Ishte një me emër Daglia, jo hero, po superhero i demokracisë. Pra, ambasadat zotëri i hapën Amerikanë, nuk u hapën vetë, nuk u thanë, nuk e bën nga dëshire e mirë. Dhe këta, edhe pse u hapën morën urdhën nga Amerika, edhe pse u mbushën ambasadat plot, këta përsëri vazhdonin edhe qellonin dhe bënin reprezalje dhe i godistin, i rrifnin ata qytetarët pa bëshirë. Keshin nxjerrë në rrugë ca bandit polic, komunistë të kriminal të tillë të servitur për atë punë, dhe nuk e bën ata studentët, nuk e sollën studentët demokracinë zotëri. Ta mbyllin gojën njëre mirë, ose ndryshe të vinë përballen me mua se ua tregojnë se ç'kanë bërë. Po Sali Berisha, si spikati me studentëve për të drejtuar lëvizjen e dhjetorit, siç njihet tashmë zyrtarisht, dhe më pas për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike nga themelimi i saj e më pas. E kishte shembullin të pastër fare na shoku Enver. E kishte dritë fare, domethënë absolutisht më tamam ka vepruar siç veproi Kolaqi Gjirokastrës me shokët e tij që kryen Partinë Komuniste Shqiptare. Të njëjtën metodë përdori. I hëni një nga një të tërë, i eliminoi një nga një edhe doli vetë në krye.
patjetër që doli mendimin e spionazheve të huaja, patjetër që është spion dhe super spion. Dhe pra të nxorën atë në krye, sepse deri tani në Shqipëri kanë qeverisur agentët e të huajve, kanë qeverisur anti-shqiptarët. Kryeministrat e Shqipërisë deri tani, që kanë dalë deri tani, që flasin bashkë, kanë qenë të tërë dhe janë spion të zbulimeve të huaja. Pra Sali Berisha s'ka merit, po Sali Berisha ka penguar demokracinë. I eliminoi shokët e tij. I eliminoi me radhë që të gjithë. Zoti Islami, a kishte dorë sistemi komunist në dirigjimin e lëvizjes së dhjetorit dhe në caktimin e Sali Berishës në krye të saj? Ata, sigurimi i shtetit i bëri tërë ato makinacione. Që të gjitha e bërë nga sigurimi i shtetit. Keni një intervistë aty keni një intervistë aty në media të shqiptaro-amerikane që erdhi këtu dhe thotë Sali Berishën e ka vënë unë president, thotë unë e caktova, thotë. Shikojeni. Ai thotë të tëra dhe s'ka nevojë që ti them unë. Po deshet mund ta fusin në mes të një insert në mes të videos, ku ai deklaron dhe thotë Sali Berishën e ka vënë unë president në 91. Ne u dham, thotë, pardesyt e bardha, ne u dham që të dalloshin nga tjerë, që kur po të qellohen turp të mos vërteshin ata, po të vërteshin fakir, fukarek dhe demokratë të shkret, të dhunuarit e të përdhunuarit, sa s'kish ku të shkon më, po jo Sali Berisha demokraci, s'ka bërë. Pra sipas jush nuk ishte Berisha dhe lëvizja e dhjetorit ajo që rrëzoi sistemi komunist dhe më pas tërhoqi zvarr bustin e Enver Hoxhës? Jo, asnjë gjë s'ka bërë Sali Berisha, të tëra i kanë bërë të tjerë burra. Sali Berisha fshihej pas të tjerëve. Dinte vetëm një gjë, dop, duke pëllitur në mes të turmës, edhe i bënte turmat me vete se shqiptarët atë duan, të çohen kur pëllet shumë. Si mendoni, çfarë ka prodhuar vet Berisha me qeverisjen e tij që nga ardha në pushtet në 1992 me Partinë Demokratike, duke drejtuar vendin si president dhe më pas si kryeministër, e deri më sot ku gjendet në krye të Partisë Demokratike? Varfëri, arratisje, shpronësim, vjedhje pronash, eliminim kundërshtarësh deri në vrasje, të tëra i ka bërë. Këto ka prodhuar Sali Berisha. Prodhoi Gërdecin e famshëm, bombën atomike që hodhën në Gërdec, dhe s'jep njëri llogari fare. Asnjë nuk është marrë i pandehuri, pa i të marrë i pandehuri që Sali Berisha. Por në atë burekun e Sali Berishës të Gërdecit ka gatuar i biri. Pra ne Sali Berisha tani drejtësin e përkan shkopë, se do që shkojt biri. Pse s'pak nuk merret pikërisht me dosjen e Gërdecit dhe ishte janarit, po merret me dosje periferike, siç është ajo e privatizimit të ish Sport Klub Partizanit? Sepse nuk mund të dënojnë veten këta, s'paku është i tyre, unë ta kam thënë. Edhe prap po e theksoj. Leset që thonë që spaku komandohet në Amerikanët, s'është e vërtet. Ose atere, të ndalemi këtu, se kjo është një çështje që duhet sqaruar. Ose spaku është i Amerikanëve dhe duhet të bëj atë që kanë thënë Amerikanët në Shqipëri, ose Amerikanët na hedhin hyjsyve për të shpëtuar Edi Ramën, se praktikisht deri tani po mbrojtet Edi Rama. S'ka asnjë arsye që duke bërë këto zgjedhje të pista të pështira, duke bërë këtë vjedhje, këtë skasapan në zgjedhje, Amerikanët të rrisë energji dhe të mos bëjnë atë që bënë në 96-ën. Në 96 Amerikanët zotritike që djalin në Semanmën, nuk i pranuan zgjedhjet dhe kërkuan që të përsëriteshin në 46 zona. Zgjedhjet e 26 majit. Zgjedhjet e 26 majit të 96-s. Po, ku radha opozita, po. Ashtu dhe, gjë që nuk e pranoi Sali Berisha. Sali Berisha është e verur në koncept është dalkauk, mo është padisha, është satrap në ata që të Persisë. Nuk mund të bëhet demokrat Sali Berisha. Sali Berisha është një tribal, një udhëheqës tribuje. Kaq është. Aty është horizonti i tij, nuk shkon më tutje. Dhe në këtë situatë që krijoi dhe që ka krijuar gjatë gjithë këtyre viteve, ka prodhuar vetëm varfëri, shpronësim, grabitje, vjedhje, shkatrim të ekonomisë, arratisje të shqiptarëve. Këtë ka bërë Sali Berisha.
bashkë me Tiranën dhe me Fatosnanën, kuptojmë se nuk i nda janë një lloj me atë është partia bolshevike e Shqipërisë e ndarë në parti çka. Unë doja t'ju pyesja në fakt se çfarë ka prodhuar vetë Berisha për demokracinë shqiptare që nga viti 1992 e deri në vitin 2013 të paktën kur ka pasur pushtet dhe Edi Rama nga 2013 e deri më sot. Por ju gjithsesi e dhatë përgjigjen, çfarë emri do t'i vendosni të gjithë kësaj periudhe të sistemit demokratik në Shqipëri? Një eri që fjalën demokratik, të lutem mos e ofendo demokracinë, nuk ka sistem demokratik. Sistem demokratik ka kur ka zgjedhje të lira. Ajo është alfa e demokracisë. Sistem demokratik ka kur shkon prona te Zoti, prona po vide. Sistem demokratik ka vetëm kur fjala e lirë i dëgjohet qytetarëve dhe kanë të drejtë të protestojnë apo të kërkojnë me referendum atë që duan. Këto gjëra nuk ekzistojnë në Shqipëri, pra nuk ka sistem demokratik. Kanë bërë vetëm lanë hoqën e 55 për agitacion propagandë, që dhe atë se kanë lequr tamam sepse e dënuan atë si e quajnë atë të Partisë Demokratike, atë deputetin për një fjalë goje çfarë ka thënë si ka thënë, agitacion propagandë. Ervis Saljani, po. Ervis Saljani është 100% këmbkryq ulur siç ka qenë Partia Komuniste e punës socialiste e Shqipërisë. Kjo parti është. S'ka demokraci, ka vetëm diktaturë. Dhe Saliu ka qenë dhe beti një enver, komplet original Enver Hoxha në gjithë mënyrën e tij të qeverisjes. Shkatërroi qindra fabrika dhe uzina, shkatërroi mira plantacione me portokalle, me agrume, me dreq me të birë, se nëse i kanë bërë komunistët. Prish taracat e Bregdetit, prish gjithçka ka prishur. Ngriti perandorinë e Hashashit në Lazarat, apo do ta mohoj? Se kemi akoma filmime që kemi bërë në atë kohë, ja kemi dhënë policisë të shtetit dhe policia e shtetit nuk ekzistonte fare. Kemi akoma filmime që punojnë autobotët në Kordoc, mushin ujë, ngjirokastër dhe i çonin që potisnin Hashashin. Kto ka prodhuar Sali Berisha? S'ka prodhuar gjë tjetër. Çfarë investimi ka bërë Sali Berisha? Të më thot një. S'ka, zero. Vetëm ka vjedhur, ka grabitur, ka eliminuar kundërshtarët, pra ka bërë ato që bën të Enveri, plus që na vodhi dhe pronat, bashkë me këta, me Fatosnanën me Ramizalin, me atë të famshmin antikombëtar shqiptar 7501, ligji Vllavrasës, këto ka bërë Sali Berisha. Unë se marr vesh çari pengon amerikanët që ta fusin brenda dhe spakun çare pengon. Se po na thon për ditë do futet brenda, pse se fusin? Unë i drejtojmë ambasadës amerikane, prap zonjës ambasadore. Zonja ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse je vërtet ambasadore apo a dinterin, nuk e di. Po je ambasadore praktikisht dhe ti je përfaqësuesja e politikës amerikane në Shqipëri. Çfarë do bëhet me spakun dhe me kriminalët që janë në pushtet sot? Na thoni. Çfarë u pengon? Sepse është ngritur një qeveri teknike, është prezantuar dhe në publik në sheshin Skënderbej. Dhe ju po e pengoni, nuk e lejoni që të marrë pushtetin. Dhe ju po mbani në pushtet kriminalët e kuq siç i keni në ambasadë, siç i keni strehuar dhe në të gjithë Amerikën, të gjithë spionët edhe oficerët e sigurimit dhe punonjësit e komiteteve të partisë punës i keni strehuar. Ne i dim këto. Jo se nuk i dim, s'kemi që bëjmë, natyrisht po, vërtet s'kemi që bëjmë, po të drejt për të kërkuar llogari për këto e kemi, sepse jeni vetëm një shpresë çka shqiptari. Jeni vetëm një vend në botë të cilin shqiptarët e mbështesin 97%. Zonja ambasadore, justifikojeni këtë besim dhe këtë respekt që kanë shqiptarët për ju. Thuaj janë e prorëve tuaj, thuaj janë president Trump. Me Shqipërinë thuaj se kemi punën mirë. Unë di që në ambasadë tani ka njerëz që më dëgjojnë dhe t'ia thonë ata presidenti nëse nuk ja thonë ju, se ka njerëz të tjerë dhe në ambasadë aty. Po pastrojeni ambasadën nga plerat komuniste që keni atje në punë sa ju. Zoti Islami, nisur nga ky apel që ju bëni dhe nga argumentet që ju keni dhënë vazhdimisht se cila duhet të jetë politika e Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit dhe kundrejt Shqipërisë, duket se koha në një farë mënyre ju ka dhënë të drejtë pasi
disa ditë më parë presidenti amerikan Donald Trump ka firmosur një urdhër ekzekutiv ku do të ndërmerren masa dhe sanksione ndaj grupeve të caktuara apo ndaj individëve, qofshin ata zyrtar të lartë, politikan apo dhe funksionar të tjerë, të cilët minojnë demokracinë, minojnë shtetin e së drejtës apo edhe të cënojnë politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ju si e lexoni këtë urdhër të Donald Trump, i cili vjen pikërisht në një kohë kaq nevojshme për rajonin e Ballkanit, gjë e cila është dhe zgjatja e emergjencës me një vit deri në 26 qershorin e vitit 2026. Zgjatja e kësaj emergjence është edhe zgjatje e qëndrimit në pushtet të këtyre kriminalëve dhe hajdutëve të korruptuar që jetojnë në Shqipëri, që qeverisin Shqipërinë. Kështu që për mua s'ka asnjë vlerë. Jo, që ta kuptojmë, zgjatja është vijimi që do të ketë, ose më saktë përqendrimi i vëmendjes që do të kenë Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajonin e Ballkanit. Pra do të ketë një masë të shtuar të vëmendjes dhe të aksionit konkret të politikës jashtme të Shtetit Bashkuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qoftë në Shqipëri, Kosovë apo dhe vende të tjera. Zotëri, me emrin e Amerikës në gojë janë burgosur me dhjetra dhe mira dhe qendra mira shqiptar. Dhjetra mira shqiptar. Vetëm në burgun e Spaqet kanë vdekur 5.000 ca vetë. Me emrin e Amerikës në gojë janë internuar me qindra familje. Me emrin e Amerikës në gojë janë dëbuar nga qytetet qindra familje, midis të cilave dhe familja ime në shtator të 66-s. Pra, me dëshirën, me emrin dhe me besimin dhe me dëshirën që Amerika të vinte dorë në Shqipëri. Dash të Zoti, edhe dash të Zoti që Amerika ta justifikojë shpresën dhe dashurinë tonë. Kaq di të them, sepse unë nuk u jap mend atyre, ata kanë mend vetë, kanë interesat e tyre, kanë planet e tyre, kanë politikën e tyre, por zgjatja e këtij pushteti, e këtij krimi që qeverisë Shqipëria, këtyre kriminalëve që qeverisin Shqipërinë, dhe tallja që i bën krye kriminali Sali Berisha Spaku dhe drejtësisë shqiptare, kjo ju ul vlerat Amerikës, tani ata ndoshta vlerësojnë, ndoshta mos e vlerësojnë. Por po ua them, ju ulin vlerat. Zoti Islami, si e parashikoni sezonin e ri politik në shtator dhe çfarë pritet të ndodh mes Spakut dhe politikës, dhe kush mund të jenë ato figurat larta të politikës që mund të goditen nga Spaku, duke qenë se në fund të këtij viti mbaron edhe mandati i Altin Dumanit? Njëherë Spakun mos e lidhni me një emër. Duke qenë se është më i spikaturi në punën që ka bërë deri më tani. Në xheron që ka bërë deri tani, jo në punë, cilën punë ka bërë? Kë ka arrestuar? I ka emra. Ju lutem. Erion Veliajn, Arben Ahmetaj është në kërkim. Ju lutem. Dale se ka të tjera gjëra më të mëdha akoma. Janë ngritur dhe janë denoncuar me dhjetra denoncime dhe vjedhje dhe afera korruptive që kanë bërë në shtetin shqiptar, Edi Rama, Sali Berisha dhe gjithë pararësit e tyre. Kë ka arrestuar nga këta? Pse nuk e merr në burg lidhur Sali Berishën edhe Edi Ramën, edhe të gjithë këta maznikit e kujtun çfarë ka mbledhur aty Edi Rama. Jo, vetë Amerika që u zgjat jetën këtyre. Për çfarë arsye nuk e di. Por po e them, Amerika u zgjat jetën këtyre. Dhe Spaku nuk e pyet Amerikën deri tani. Deri tani nuk e pyet. Po procesi ndaj Berishës ka nisur tashmë. Mirë, do ta lëm në kalendat greke. Do filloj sot e do mbaroj mbas 6 vjetësh kur Berisha të vdes nga natyra, nga Perëndia. Ju mendoni se duhet të jenë më konkrete dhe më të shpejta veprimet e Spakut? Zotëri, çdo gjyq penal ka një hapësirë kohore për të zhvilluar. E ka 15 ditë, seanca nga seanca. Jo më shumë se 15 ditë. Hetimet janë bërë, provat janë, por këta e akuzojnë Sali Berishën për sepse ka bler prefsjetoj, po e them kështu, po e them në mënyrë më qesharake. Dhe nuk e akuzojnë Sali Berishën për krimet që ka bërë. Ndaj mbyllë atë kapitull, se është turp. Gjyqi i Sali Berishës është një turp që ai e ka organizuar vetë bashkë me Edi Ramën, që ai e kontrollon vetë, që ai bën të tëra vetë.
është i plot fuqishëm aktualisht Sali Berisha në Shqipëri, zotëri. Dhe pikërisht për këto që them më janë larguar dhe më janë zemëruar të gjithë demokratët. Se s'kan sy në ballë ta shohin që ata janë viktime e atij Sali Berisha. Si mendoni, a mund goditen figurat në radhët e Partisë Demokratike, përmendim këtu Flamur Nokën, i cili së fundmi është thirrur në SPAK pasi akuzohet ose më saktë shkallëzuar për pastrim parash dhe shpërdorim detyre, dhe nga ana tjetër, a janë emrat si Belinda Balluku apo ministra të tjerë të cilët mund të goditen në radhët e mazhorancës? Dëgjoj, ata janë të tërë të goditur, janë të tërë për të futur në burg. E përmende Belinda Ballukun. Emri Belinda Ballukut përmendet ditë për ditë lakohet emri në media. Ditë për ditë. Belinda Balluku do të më shifni numrin e kpucës. Kaq. Po në rastin e Flamur Nokës? E njëjta gjë, është Benjamini Salihut ai. Shiko, praktikisht duam apo nuk duam, Sali Berisha krijoi Partinë Demokratike të Veriut të Shqipërisë. Duam apo s'duam. Është parti personale, e ka gjithë Veriu i Shqipërisë, funksionojnë si tribu, vend pas kryetarit të tribus dhe kaq. Kjo është situata ekonomike e politike e Partisë Demokratike. Kujt nuk i pëlqen dhe të vijë përballet me mua. Pra ju po thoni se grupi i tij i afërt, siç është edhe Flamur Noka, apo siç janë edhe familjarët e tij, në këtë rast Shkëlzem Berisha, do të jetë vështirë që të përballen me drejtsinë? Po të ketë drejtësi dhe po të bëhet drejtësia tamam, janë jo e vështirë, po është e pamundur të përballen. Është e pamundur, nuk bëhet. Por nuk zbatohen ligjet, nuk zbatohen, nuk akuzohet për atë që duhet akuzuar, mor zotëri. Ore kratallën, këta e bëjnë gjyqin e Saliun tani si që bëjnë gjyqin e Nezmijes për kafe. E njëjta situatë, mo është kopjuar, edhe po kopjuar, dhe ashtu veprohet. Po ju si mendoni, çfarë pritet të ndodhë në sezonin e ri politik? A do të ketë goditje të mëdha politike, apo do të jemi në këtë situatë letargjie që ka rënë tashmë SPAK-u? Në qoftë se nuk rrëzohen këto zgjedhje, në qoftë se nuk vendoset për të bërë zgjedhje të reja, në qoftë se nuk merr pushtetin një qeveri teknike, këta do lulëzojnë e do mbretërojnë si tu dojë qefi këtyri, si tu aketëna dhe s'ka kush do thot asnjë gjë. Shqiptar kush do t'i rrëzojë? Se opozita është me ta bashkë, atëherë kush i rrëzojë? Pra, kjo situatë do vazhdojë, në qoftë se nuk merr pushtetin një parti, një qeveri teknike, dhe të shkojnë para pahekurave të tërë këta që kanë dosjet plot i kanë mal. Ore, shqip por shqip, këta na vjedhin me shtet, këta na vjedhin me drejtësi, këta na vjedhin me ligj, këta bëjnë ligje kastile për të vjedhur, këta ndryshojnë ligjet ditë për ditë. Më hapni ligjet në Google. Nuk ka ligj që të më thot ligjin në muraqe, ka data që ka që edhe i ndryshuar, pastaj vazhdojmë tutje tek ai ndryshuari, ndryshon prap, edhe një tjetër i ndryshuar, dhe janë të tëra ligjet pa përjashtime të ndryshuara. Shqipëria s'ka ligje zotëri. Shqipëria ka vetëm urdhra të kthyer në ligje nga tribalët e parlamentit shqiptar. Çfarë do duhet bëjnë shqiptarët në këtë rast, duke qenë se jemi 35 vite pas hyrjes në ambasada dhe ende qytetarë shqiptar, të paktën ata që e vendosin trurin në punë, duan që të ikin nga ky vend? Të zgjohen. Të bëjnë atë që kanë bërë gjithë popujt e tjerë për të fituar lirinë. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën, faleminderit, edhe këtu jemi dhe për bisedat tjera. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.